Selamu alaikum wa rahmatullah. Allah është për lirë toq, kam një pyetje. Si falet namazi vitrit si pas sunetit, dhe a lejo të falim vitrin me imam, e pastaj kur të gjohemi në setër, me fal nafile, Allah është për lirë. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baza e namazit vitrit është një rekate. Për ta dhe quhet namazi vitrit, namazi tekut. Forma e faljes së vitrit në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më shumë se një. Domethënë ka më shumë se një mënyrë me argumentet e sakta për me fal vitrin. Kur falet vitri vetëm një rekate, pa i pas dy përpara me selam, lexohet në fillim Subhaneke suratul Fatiha, pastaj Qul huwallahu ahad. Pastaj shkohet në ruku, pasi që ngritemi për rukus, bëhet dua. Ka mundësi para se me shku në ruku, me bo dua, dhe kjo është në përputhje me tekstet, pastaj me shku në ruku, edhe ka mundësi mos me bo dua iq, dhe kjo është më e shpeshta që e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra më sakta është që shumicën e herave namazin e vitrit me fal pa dua. Përveç në kohëra kur muslimanët janë në situatat të vështira, është sunet me bë dua në vitër, por edhe në namazet e tjera, se duaja kunutit bëhet edhe namaz sabahut, në farz, edhe namaz drekës, dhe të këndijës, dhe të akşamit të tjatësijës. Dhe në vështërsitë e mëdha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur që një muaj ditë çdo namaz ka bë kunut. Çdo herë një muaj ditë pa ndërprerje. Që do të thonë se bën me bë me dua në situata kur muslimanët janë në vështirësi dhe më lut për ta, por është e saktë edhe me bë pa dua. Nëse falet namazi vitrit me 3 rekate, gjithashtu ka mbështetje, atëherë falen 2 rekate një herë dhe ipet selam. Pastaj quhem në rekatën e tretë, veprohet ashtu siç e kemi përmend. Ka dhe një formë tjetër e mbështetur në argumente rrethanore të tjera, që mund më fal 3 rekate së bashku pa tejatin e parë, veç me tejatin e fundit. Edhe kjo ka mbështetje në mënyrë të tërthart në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A bën më fal mas namazit vitrit? Bën më fal. Asnjë ndalesë nuk ekziston që s'bën më fal mas namazit vitrit, kushdo me fal nafile. Në atë që është transmetuar sakt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salatu wasallam ka këshilluar ose ka preferu që namazi i fundit më kanë vitri. Dhe është e mirë, ose është mas miri, që namazi i fundit më kanë vitri. Por a bën më falë mas namazit vitrit, bën nafile, vullnetare, tjera, mas i kthesh të shtëpia, u falë vitrin në xhami, shkon të shtëpia, para syfyrit, në syfyr, do më falë 2 rekate, 4, po, nuk ka asnjë pengesë. Pse s'ka pengesë?
Për shkak se nuk është obligative, vitri si namaz vetë nuk është obligativ, pastaj nuk është obligativ më koni fundit. Vetëm se është e pëlqyeshme, është e mirë. Çka më bëhet tash? A me falë vitrin me xhamat, e ma vonë kur qomë në syfër me falë namazet tjera, a me lënë vitrin mos me falë, e pastaj kur të falë me të shtëpia në recate tjera vullnetare në fund me falë vitrin, Allah din mas miri, por ma mirë është në Ramazan me falë vitrin me xhamat, pastaj sado që falet mas, ose kushdo që falet mas vitrit, i falë ka dy, edhe e përfundon me 2. Nuk bën me bë gabime me falë vitrin 2 herë, sikur që bëjnë disa, për shkak se ka hadith të saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me falë vitrin 2 herë. Gjithashtu nuk bën me bë gabim me shku me falë veç 1 recate, tani mos e ke falë vitrin 3 me shku me falë 1 recate, për shkak se këto janë mendime të pasakta, nuk është sakt. Dikush shkon e falë 1 recate, masane mos e ka falë vitrin, do t'i bëna bashkë me vitrin 2, pastaj falë 2, pastaj në fund e falë apet 1, asnjë për këtë nuk është sakt, edhe asnjë për këtë nuk është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është me falë vitrin vetëm 1 herë dhe nuk lejohet me falë vitrin 2 herë. Ai që ka falë vitrin 1 herë, më për çat natë nuk ka vitër. E ka kryer namazin e vitrit, nëse ka kohë tjera, falë namazet vullnetare, nëse s'ka kohë tjera, s'fal namazet vullnetare. Por, a i thot, nëse ne mas vitrit falmi namazet vullnetare, edhe në fund të me lanë me 2, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në tjetë përfundimi i namazeve me 1, po, në fillim e përmenum se është ma mirë nëse lihet i fundit, po kjo është vetë çështje përparësie, nuk është çështje ndalese, as nuk është çështje që nuk lejohet kjo punë. Por me pas sigurit, për shkak se njerëzit nuk janë shumë të sigurt, a kanë më falë, as kanë më falë mas që falen në vitrin, atëra kushdo që i vjen mundësia më falë, në të falen 2 Nëse përfundon nata me 2 nuk ka problem se vitri veç u kryen në fund. Dhe kjo është praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse praktika me falë vitrin me 2 etehijate, me 3 recate nuk është saktë. Ata thonë që ata na bojnë kunutin e ndrojnë me akshamin, ajo nuk është e vërtet që ndrohet me kunutin. Nuk ka ndonjë transmetim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë vitrin 3 recate me 2 etehijate pa me një selam. Nuk ka. Nuk ekziston një transmetim i saktë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë vitrin me 2 etehijate me një selam. Nuk ekziston. S'ekziston. Ajo që ekziston në hadithet që transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë 8, vitrin e ka falë 1, edhe hadithet e tjera të cilat transmetohen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të sakta të gjitha i ka falë 10 pastaj 1, pjesë e madhe dietarëve ka thënë kur i ka falë 10 pastaj 1, 8 i bën namaz natë ose namaz taravive, 2 pastaj për mëdhëti kon vitër, edhe 1 tjetër pastaj e 11-ta u kon namazi i vitrit gjithashtu, edhe namazi i vitrit është tek. Atëherë, nëse bëhen 3, edhe kjo kujtoj që është më e preferuara, nëse bëhen 3, atëherë është më. 2 me falë, me dhënë selam, pastaj më qënë 3-ën edhe me falë, me doa, nëse muslimanët janë në vështirësi, ose her pas here me doa, her pas here pa doa, mi përzit të 2 llojet e falëve në mënyrë që njerëzit xhamati mos me kujtohet që veç kështu, për shkak se kur ka disa mundësi, është mirë me praktikue të gjitha mundësitë, që njerëzit me ditë se që kjo mënyrë është e saktë. Ka edhe një mënyrë tjetër, edhe ajo tjetër është e saktë, wallahu a'lam. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.